Thuaj se çdo ditë në rrugët e Shkodrës, syri të kap këto imazhe që janë kthyer në refren të vazhdueshëm. Kazantët e mbushur me mbetje urbane dhe që përhapen në trotuare e rrugë duke krijuar një imazh të shëmtuar për një qytet turistik si Shkodra. Problemi në vend të marrjes së një zgjidhjeje ka ardhur duke u rënduar dhe në zonat të caktuara pirgjet e mbeturinave janë kthyer në kërcënim për jetën e banorëve, duke krijuar një gjendje të papranueshme higjieno-sanitare. Plani i menaxhimit të mbetjeve i miratuar nga Bashkia e Shkodër, i cili synonte të sillte një organizim më efikas dhe një standard të ri në pastërtinë e qytetit, deri më tani ka rezultuar një dështim. Zbatimi i masave të parashikuara në këtë dokument ka mbetur vetëm në letër dhe pasojat i vuajnë qytetarët që paguajnë për një shërbim që nuk është në nivelin e kërkuar. Derisa Bashkia e Shkodrës dhe kompania e kontraktuar të kujtohen për të marrë masa, qyteti do të vazhdojë të përballet me një situatë që tashmë është kthyer në kronike, duke përcjellë një imazh pak të hijshëm për çdo që viziton kryeqendrën e Veriut.